Doa absorbon çdo fjalë të shprehje të nënës së saj. Ajo pëlqen të vëzhgoj fytyrën e saj dhe kënaqet kur u përgjigjet fjalëve të saj të buta. Kanë aq shumë për t'i thënë njëra tjetrës, edhe pse Doa erdhi në botë vetëm 4 muaj më parë. Doa gjithnjë më shumë mban kokën lart pa ndihmë. Ajo buzëqesh, ajo lëshon zëra, gugatje. Ajo kap gishtin e nënës së saj ose një lodër me duart e saj të vogla dhe vendos gjithçka që kap në gojën e saj. Ajo pëlqen të vëzhgoj botën nga pozicione të ndryshme, në barkun e saj, në krahët e nënës së saj ose me kurizi në gjoksin e nënës së saj. Pakënaqësia e saj shprehet qartë kur diçka nuk i pëlqen. Doa e din që kur është koha për rutinën e saj të përditshme, ajo i sjell asaj gëzim, sepse është koha kur nëna e saj e përqafon dhe i shpjegon se çfarë po bën. Jeta në familjen e Doas është organizuar sipas nevojave të saj.